Beppe Grillo është shprehur se nuk do të jap besimin e tij Partisë Demokratike. Lideri i Lëvizjes Pesë Yje ka synuar anësh për sekretarin e PD-s Pierluigi Bersanin, pasi ky i fundit është shprehur i gatshëm për bashkëpunim në parlament. Grillo e quajti një i vdekur që flet dhe që duhet të jap dorëheqjen. Brenda vitit unë pres zgjedhje të reja, është shprehur komiku në një intervistë për BBC-n. Grillo ka shpjeguar skenarin e politikës italiane, duke thënë se nuk është dakord bisedimeve me Bersanin, por në blokun e Beppe Grillos, zgjedhësit e tij kanë shkruar se ai duhet të reflektojë mbi vendimin kundra Bersanit dhe e ftojnë të jetë më pragmatik, duke evituar kështu që të mos humbë rastin për të dhënë vot besimin e tij vetëm në disa pika të programit të tyre, si shkurtimi i shpenzimeve qeveritare, konfliktin e interesave apo të ardhurat e nënshtetësisë. Koalicioni i së majtës i udhëhequr nga Bersani ka shumicën e nevojshme për të kaluar qeverinë në dhomën e deputetëve, por i mungon një gjë e tillë në Senat, dhe meqense koalicioni i mundshëm ishte ai me Mario Montin, por as me forcën politike të këtij të fundit nuk sigurohet numri i nevojshëm në Senat. Kështu alternativa mbetet lëvizja e komedianit Beppe Grillo, por Grillo ka theksuar se në këtë moment nuk do të vetë besojë askënd, qoftë nga e qendra e majt apo e djathtë.